Ditë speciale, kujdes nga mashtrimi që ndron në të vërtetën. Leximi i ditës nga kapitulli i Pjetrit 2 dhe Efesianëve. Vargu kyç. Mos merrni pjesë në veprat e pafrytshme të errësirës, por përkundrazi paditini. Shpjegimi. Bibla na paralajmëron qartë. Jo çdo mësim është i vërtetë, jo çdo njeri që flet për Zotin vjen nga Zoti. Në Pjetri 2, kapitulli 2, thuhet se do të ketë mësues të rem, ata do të mashtrojnë me fjalë të bukura dhe shumë njerëz do t'i ndjekin, por Zoti nuk është i verbër. Ai ka gjykuar më parë. Engjëjt që mëkatuan, botën në kohën e Noeut, Sodomën dhe Gomorën. Kjo tregon një të vërtetë shumë të fortë. Mashtrimi mund të zgjas për pak, por gjykimi i Zotit nuk vonon. Dhe pastaj vjen thirrja për ne. Mos u bëj pjesë e errësirës, por qëndro në të vërtetën. Lutu me mua. Lutja e reflektimit. O Zot, më jep urtësi të dalloj të vërtetën nga mashtrimi. Më ruaj nga çdo mësim i gabuar dhe nga çdo rrugë që më largon nga Ti. Më jep guxim të mos ndjek turmën, por të ndjek të vërtetën Tënde. Ndriço jetën time që të mos ecë në errësirë, por në dritën Tënde. Në emër të Jezus Krishtit. Amen.